dhe ta thonim dhe unë opinionin e Ilinit gjithë ishte me marrë lutem Kostana. Po Kostana të lutem. Ilir. I sekond, lutem, po flet Blerina. Është ideja që në krye të erës, që në krye të erës kemi punuar gjithmonë 4-5 veta, kemi bërë gjërat më të rëndomta dhe me përgjegjësi, duke u lodhur dhe duke mos pasur në mënyrë as të jemi pjesë e dinamikave jashtë, kemi qenë të mbyllur, të ngojuar në pozicionet tona. Po të them atë për banjë. Po të them që do kishte qenë më mirë, sikur dhe personat e reja që kanë ardhur tani, të riheshin me vaj me uthull siç kemi bërë dhe në të tjerët. Që dhe pastaj të jenë ato pjesë aktive të dinamikave të shtëpisë, por përpara të kishin kryer punët. Dhe nuk ka, unë nuk dua të shkoj te stalla ose unë nuk dua të shkoj te. Ashtu si nuk ka, unë nuk dua të shkoj te banju, nuk dua të shkoj te pjatat. Se kam thënë asnjë, ke dëgjuar ndonjëherë duke thënë. Atë në rast se bën lirime, ti bësh për të gjithë. Kjo është ideja. Lerina, a ki bani herë banjët? Excepcione. A ki bani herë banjët? 2 javë të para. Nuk më pyete a do t'i bësh pjatas. Nuk pyeta kërkëm, pyeta vetëm Kostanën edhe Zhakun. Se janë trejat e unë kështu e shak. Unë kështu e më s'ka lidhje për ty, ka lidhje për mu. O kry kjo punë, o kry kjo muhabet, tanë keni detyra. Faleminderit, mirë njohje, gjaja fundit, më rëndësishmja. Unë jam si jam, kam nevojë për një zëvendës, kam mendu për Omirin nëse e pranon. Po. A e pranon? Për me kontrollu punët, që t'jesh, po, kam të mija. Po, e bërë. Edhe sy të mija. E bërë. Faleminderit së Romir. Që janë tek stalla dhe sera, nuk kanë punë të tjera këtu? Unë kam. Atëherë, kush është e sera, ka pjesën jashtë, kush është e stalla, nuk ka qyshtes një punë saktume. Sepse, për shembull, enët, unë kam menduar që nëse do isha prap, do ta ndaje në 3 raunde. E di që thuti. Dhe është mirë që kush janë te stallat dhe nuk kanë gjë tjetër për punë, të marrin një nga raundet. Se unë për shembull mund të marr mëngjesin, njëri merr drekën, tjetri me darkën dhe nuk mblidhet. Met, pra vetëm dreka e pranoj shumë. Me që unë jam të stallat, ndajeni, më thoni një round. Ora, riurti tani se ka rraf plot në mes. Ideja është që, për shembull, te end kena caktuar që tjetë o ti o Henry, right? Jo, Iliri, Po, 3 bëni. Ti Henry dhe Iliri. 3 jena. Bëni ke pjatat. Do vishe dhe ti tek enët. Kuzhina pra. Kuzhina është e mendova se do ishe vetëm tek stalla. Jo se e thame që mund rrug. Një round. Një turn e ban ti Po se cili nga një round, njëri nuk. Do vjen dhe unë, po me që unë do kontrolloj. Zhaku është 10 delet edhe pulat. Okej, do me thënë Zhaku mund ta bëj një round pjatash. E bën Zhaku. Kisha preferu jo, sepse ka 10 dele dhe pula. Është mjaft. Okej? Po Inde? Po. Ilir është vetëm kuzhinë? Po. Ka punë tjetër, apo vetëm kuzhinë? Jo, vetëm të kuzhinë. Po, pësa në kohë Okej? Po një gomarin kush i mori për prezidentë? A së mora vesh. Po një gomarin më s'kena vendos. Bravo. Bravo, se kishe pas mjenin ke pjatat edhe ke Iliri. Mi e më Ilir, vazhdo e më rekë. Jepja Ilirit. Iliri. A dhe të bëj dhe pjatat dhe kuzhinën dhe ponin dhe gomarin? Pjatat jeni 3 vetë, se ti fillove bum, si që ke zakon. Një sekund. Sa vetë jeni të pjatat? A i din? Ta thamon, po he pra, jeni 3 vetë. Kishe menjen ke pjatat? Jeni 3 vetë të pjatat. Po. Që të sojit lutem. Jeni 3 vetë. Jo, nuk jeqi. 1, po mënyra se si ndajnë gjëra dhe disa veta i pyet për preferenca. Ilir, unë ta spjegova, për ty nuk është e drejt, po shumë bukur ma, për ti e me nënë kështu, ti e me nënë kështu, ti e me nënë preferencë, unë nuk e me nëjë preferencë, unë nuk e me nëjë preferencë, okej, nuk e me nëjë preferencë. E me nëjë që janë 2 persona që sa po kanë një... Majerën e bajrave të lopës. Tani sot na del dhe na e pyet. A don ti dhe ku don ti dhe shkot e qot e spesit i majerën e spesit visit aty ke sera. Nuk ka vetëm serën që dhe jashtë. Ilir, ku i gjana taman. Mënyra se si shtrove zgjedhjen e detyrave nuk është e drejtë. Për ty. Sepse disa njerëzve je preferencë të zgjedhin, disa tjerëve jo. I thash që vetëm 2 personave të reja. Gomari let ngordhin atje. Jo, nuk ngordhin atje. Ku do shkoj ke poni, mere me dhëm të poni. Ti do shkosh te poni dhe gomari, sepse jeni 3 vetë të pjatat, do dani 3 turne. Kështu që Nadje ti nuk do bash pjatat, sepse do jesh te poni të gomari. Zgjellë e merë edhe venju dakord me Saren edhe me Henrin për 2 turne tjera, për Drekën dhe për Darken. Okej? Me gatu. Me ba pjatat jeni 3 vetë. Me gatu duhe vendosin ditë për ditë. Jeni 3 vetë.
Nadje, Iliri, mëngjes, Iliri nuk ban pjata se ka ponin dhe gomarin. I bëj unë në mëngjes. As ditët e ponin dhe gomarin dhe i kësh prap tipja. Po, unë i kam ponin gomarin para dite, mas dite. Okej, atër Iliri mund t'i... Dreka. Iliri ban drek. O kry. Të gjithë kanë, me fjalë, para dite, mas dite dhe në drek, gjithë bëjnë 3 turne këtu në këtë shtëpi. Ka që du t'diu. Jo, Ilir, jo. Po pra, ndaj gjona si që janë për t'u nda. Mirë, Ilir, mos le disa me një sektor. Se si a jep gomarin në Idrit? Se si a jep gomarin? Po ju preste unë, për të të shkoj me vjetin, atje kam për të bërë, bari, prito një sekundë, atje të bari, të pishina, dhe të zjarri juj, edhe shishën që pini uj nuk e merrni me vete, e lini aty. As ka i zbëni, se qoni do t'a idhin kosh. Vetëm, po unë e kam parë se aty zhull, më zhull, ambientet më zhull janë bari, pishina dhe zjarri. Nuk dini me qoni got, me marrë me vete, me la. Po ripreteni se jeni zhull sa aty jashtë. Se kjo loj është mbaron. Zemër, hajde ta shohim. Loj pra, loj që ju nuk jeni të zotë të merë një gjën tuaj, që i keni pirë ta qoni të koshi. Dhe ka si të zërë, Zemra, nuk i thuet njëri u bol. Ka që pyta, se për ndryshe do të ndroshe me bujë. Edhe mos u nervozom, mësoj ka që edukat. Po nuk ma mëson ti Po unë nuk ta mësoj, po është munges edukate. Ti thua tjetrit, bol, mos, kush jeti, kush të duket vetja. Po kush jeti? Unë jam Sara Karaj. Zhuli është, aty ja bën muda, për mëndun Zhuli. Nga momenti që ti nuk je gatshme të shkosh të merresh me zhulin te stalla, të lutem shumë, mos shiko dhe ne për momentin dje parkes kemi qenë gjendje të merremi me zhulin këtu. Zhulit e stalla, lopët nuk janë të ashta të vetë pastrohen. Kurse ju jeni të ashtë të vetë pastrohen. Ti je ta pastrosh zhulin te stalla dhe ti po thua dhe do ta bëj më vonë, por ju jeni lopët nuk pastrohen do të vetë. Ti të mirë kuptohesh, ju nuk i pastroni do të vetë vendin tuaj. Ana, të lutem mos u nxito kot këtu brenda, mos u nxito, po ndjej që po nxitohesh. Ndjej që po nxitohesh. Te fusha e volejbollit, të lutem ta mbaroj. Dakor, javës tjetër Ana të sallës. Deri te fusha e volejbollit, dje keni luajtur volejboll, ishit edukuar kur drejtohesh, mos më drejtoni zysha. Jo pra po të lutem një rolin e zyshës. Ishti është i tepër. Sara, kurrizin Sara. Po, prap një mungesë edukate. Mungesën e edukatës e ke ti, dhe jo vetëm mungesën e edukatës, po je një njeri harbut. Je një njeri harbut në mënyrën se si drejtohesh njerëzve. Nuk mund t'i drejtohesh njeriu duke i thënë mos, boll, pusha, ti, po bollo goce je kalama për të patur ti, edhe si kur ti është 60 vjeç, njeriu ka një farë edukate, një farë rezerve. Po kurse kupton zemra, nuk kam se si ta shpjegoj se unë s'kam marrë për të mësu ty. Po nuk kam studuar unë për këtë gjë, këto janë gjëra njerëzore, duhet i mësosh kur je 5 vjeç. Nuk mësohen kaq vonë, duhet i mësoje në shtëpinë tënde. Ana, të lutem, mos i këtë fleshgju, ma shpjego, të lutem. O, Sara, zemra sa e vogël je, sa shumë ke për të parë, po do ta kuptosh kur dalësh jashtë. Pse, qa do kuptoj kur dalësh? Kur dalësh jashtë do ta kuptosh. Po pse, qa duhet kuptoj? Po kaq tani, kaq tani. Më shumë s'kam qa të të them. Ana, qa duhet kuptoj? S'kam qa të të them më shumë, përpiqu të përmbash vete, si shto tha dhe bashorti jotë. O, zoti madh. Zoti madh, dër. Lafazane pa fundme. Qa më tha mua bashorti imje? Qo thanë këtë lloj sjellje? Sa kesh më vjen për Profshin eksperienca, edhe vitet. Bravo. Mundohu ta përmbash veten. Turp. Ndiqi këshillat e njerëzve që të duan. Turp. Ndiq këshillat e njerëzve që të duan, jo të mirat. O Ana, po ti ka që pasjellshme Ana. Mirë shpirte, quaje të pasjellshme dhe kujto se do duket e pasjellshme. Vetëm një këshill po të jap, ndiq këshillat e njerëzve që të duan. Ka që s'jam unë. Edhe pastaj vëre trurin në punë edhe mendo. Turp. Turp. Po. Jo, po e ka fajin Indri që se të qoj aty të stalla edhe le të flis.
Batin. I erdhi goja. Lutem shumë, po ta kërkon Indri këtë gjë, okej? Bashkëshorë ti. Po jo më është një Një gjë që s'ka kanë lidhje, kanë budalli që ka lamajsh më. Pikërisht. Po është një gjë që unë e kam parë. Po me po ta them prap, ta them 10 herë. Kujdes, ndiq këshilla që bashorti jo të dha publikisht. Nuk është sekret kjo. Kto nuk ishte nuk është një gjë private zemër. Ajo këshilla që dha bashkëshorti jot kur erdhi të takoj, ishte publike, nuk e kanë ndjekur vetëm unë, e kanë ndjekur gjithë ata që kanë ndjekur. Kjo është private, kjo nuk është. Kjo nuk është private. Çfarë mendon se do të thotë familja jote kur do vinë për vizitë? Çfarë mendon ti se do të thotë familja jote me këtë sjellje tënde? Manipulim, kaq të çip, jo, nuk është manipulim. Është një pyetje. Kur do ke diçka për mua me familjen time publike, jeni të lirë ta diskutoni. Shpresoj ata mos të japin këshilla aty, që do kesh përdorë. Po nuk e kam unë fare. Inshallah ata t'japin këshilla të tilla. Publikisht i dha këshilla. Inshallah ti t'japin. Inshallah ti aq shkëlqyer. Do ta shoh. Inshallah ja shkëlqyer sa ty nuk të japin këshilla. Ashtu do jetë. Hajde, do jesh e Po të lutem se jam të folon. Të dyja. Dakor, Indri. Indri, çfarë është publike, është publike. Ka një ndarje mes privates dhe publike. Unë po flas për publiken, jo për privaten. Se unë me privaten nuk du të kem të bëj fare. Dakor? Arrim ta bëjmë ndarjen mes publikes dhe privates. Pa probleme e bandarjen. Këtu fillon. Mundena me e njëni tjetrin edhe Indrin këtë rast, me qetësi, po të kërkon, ka shumë gjana tjera publike, okej, që mund të përdore. Jo, publike të brënda, që përdojt publike këtu. Thjesht është e mrapsht, okej, ma beso se jena këtu mrapsht. Nuk është e mbrapsht. Edhe për çështje publike. Nuk është e mbrapsht. Një njeri që të sulmon, që të trajton sikur është gjyshja, shoqja Lenka Çuko. Ti me këtë arrogancë, unë nuk e bëj dot. Lene bashkëshortin, lene djalin, po jo më bashkëshorti erdhi publikisht, mor djal. Është publik, është pjesë e realitit. U bë pjesë e realitit. Po pse mos ta përmend më? Po se e kena si rregull gjithmonë mos me përmend personat jashtë. Po erdhi u bë publik. Ashtë personi jashtëm, a fermer? Nuk është, jo, po është pjesë e ferma VIP. Pra, jo në sulme. është pjesë e ferma VIP. Po, shpirtë, më vjen keq. Është, dakor të dëgjoj edhe flasim. A kupton? Më dëgjoj. Unë kam një, jo, nuk du me sulmu njëri fare. Pa ishi pra të sulmu, jo, pra nuk është sulm, ajo imja ishte vetë mbrojtje. Sulmi ishte nga ana tjetër. Ishte sulmi, ma shpjegoj pak. O Sara, nuk të shpjegoj do ty se ti nuk kupton. Ka që ke kapacitetin e kuptimit. Jo, me zemër nuk është ofendim, nuk ta shpjegoj do ta shpjegoj në një moment tjetër. Dakor, do të ta shpjegoj në një moment tjetër, duhet të lëm një rrugë atë që thon, edhe një herë të shpjegoj diçka. Në momentin që diçka është publike, nuk është më përgjegjësia ime, sepse është publike. Mirë. Dhe ai personazh është